Përshëndetje. Penalim. Përshëndetje, shikues të nderuar të Majtas jo djathtas, po shihemi bashkë edhe këtë hënë. Fillimisht të gjithë besimtarët krishterë u aurojmë festën e Pashkëve dhe fatkeqësisht krahas këtij urimi këtë Majtas jo djathtas po e fillojmë edhe me një lajm që e ka trondit këtë botën sot, është vdekja e Papa Franceskut. Pas një smundje disa javore, për të cilën është raportu vazhdimisht, ka vdek Papa Francesku, një prej figurave kryesore të krejt globit, për te dhimbjes dhe ushlimit që mund ta kemi për komunitetin katolik. Ajo që vlen të theksohet është në vazhdimsi është raportuese për pasardhës të tij tashmë ka 2 rryma të paktën dhe pritën zhvillime interesante në kishën katolike. Po, sidoqoftë, ne do të kalojmë në çështje të tjera dhe do të flasim për ato që kanë karakterizuar javën në Kosovë. Sigurisht që pat shumë zhvillime politike, por për një popull që është jashtëzakonisht i dhënë pas reality show, pas bigave, çdo zhvillim tjetër mbetet në hije. Pra, po flasim për një popull të gjestit, për një popull të çajën ata të tjerë, Gjibana, Joza, Loredana. Domethënë, nuk kam pas shqetësim më të madh ndonjëherë në vitet të fundit në Kosovën tonë të dashur, sesa këtë javë. Domethënë, krejt syt e kosovarëve tonë të dashur kanë qenë nga Shqipëria, nga Tirana, nga ajo ndërtesa të Top Channel-i që ha do të fitoj zoti Gjest. Dhe në mos fitante, kemi qenë përballë një rreziku për një luftë frontale me shtetin tonë, fshin me shtetin tonë që për të kanë është edhe shtet am me Shqipërinë tonë të dashur. Pra, prej shuplakës së tutje, sidomos, kjo situatë ka qenë në çdo moment e gatshme, si thon vëllezërit nga Shqipëria, që të agravoj. Por ja dhe më në fund Gjesti fitoj dhe shqiptarët janë të qitë. Domthonë, jem kon të lujt, kur i kom pa, dikon për mi 350.000 njerëz të e këshyrë në YouTube. Domethënë, interesim më të madh nuk ka pas ndonjëherë. Është pak banale nashta me e thonë do që unë nuk jem kon të e shiku, besoj që dihet ky sen, ama jem shqetësuar edhe në pak se janë nisë njerëz me më shkruaj që ka këna në Rilena Ara, edhe domethënë merr edhe 10 mesazhe si për një herë kur e nisi atë performancë, një kishin unë 2 këngë, po se kom pa performancë, u komentu shumë veshje asaj, po si do qoftë diva mbetet div, si u vesh, si u desh, kështu që pa shqetësim. Megjithatë, neve, vdekatarëve të tjerë, na kanë shqetësu disa zhvillime politike. Fakt, disa jo, ka qenë zhvillim, ka qenë përpjekja krejt javën e kaluar domethënë 3 herë u mbledh kuvendim u konstituu 3 herë dhe shtoj. Ç'a ti bash? Numrat si janë. Ton javën kanë toni kena numrat, po seshen o vëlla. Edhe dyqysh edhe këto diskutimet për koalicionin e ri të mënshëm, koalicionin e madh socialdemokratëve të vendosin nisma, metën si peng o vëlla. Dyqysh ja ka nisë dhe Albini me më dok pak ma ndryshe. E ka regjia një foto, qështo kam doket pak. A veshe, pak Albin, pak pat mirë. Nuk e di pse s'po bashkohen o vëlla socialdemokratët. Pse s'po bashkohet 48 qive të vendosis me treshin e nismes dhe ta bëjnë mrekullin, ta bëjnë shtetin socialdemokrat që do t'i marrin lakmi, Suedia, Norvegjia,
Finlanda, Danimarka, e të tjera. Pra, na duhet një qeverisje socialdemokrate, na duhet koalicioni i famshëm Kurti Limaj. Është koalicioni i zhvillimit, koalicioni i shëndërtimit. Kretë javën jem lutë për qëto. Dhe më thonë, kjo ka qenë lutja ime në këtë javë të bukur, të cilën e lam pas. Po dorën zemër, kjo situatë ka kriju pasuja, ka kriju konsekuenca të tjera interesant. Dyqësh, në njënën prej ditëve, se ta shubënë në shumë vla, so ka manin mo, që ka ndodhë mo. Veç në njënën prej seancav, më doke të treta ke, jo e dyta, jo e treta, më falë. Dëllë Haradinaj, edhe ka zëjke qësh nuk i kanë punë të mo që kanë pos me Limajn. Edhe tha që më lutë, tha, hajde pije një cigare, i tha që ja kom lanë. Po që ako lidhe ora mosh, e lenë cigaren e dhezbe, na një herë dysh partneri koalicionit o ka tjerë. Po duket e një dhënushëm. Atin, kur pesho këtë raportin Haradinaj Limaj, po më duket pak një farë situatës si kur që është një kong e Eli Malaj, ajo këngëtarja që kënë Tallava, që ka një kong dishka jeta prap vazhdoj kujtimet me vim pas, kjo dashuria jonë baroj me ty unë më nuk flas, tani që është një refren aty në shtratin tim të vjetër, unë do të ndaj me dike tjetër, po imazhi jot në mua, shpesh me shfaqet dhe pse s'dua, që shto është situata me Limaj, dhe më unë ndru shtrati, unë ndru partneri shtratit, po ka dalja o lase. Ndodhin këto sende dhe më përendem, pasha zotën, po. Mos u shqetësoni, pra boni basht, nuk e di qëfar qeverie ju vjen, qëfar mundësie ju vjen. Kush e di nuk bën më ju nuk krejt, nuk bën, do të pak ma fleksibil me qenë, o vlazën, se jena pak, e keni po më në registrin fundit 1.6 milion këna dojnë. Po pakuemi. Jena pak, do të më dasht ma shumë me njëri tjetrin. Po get, ju nuk e dani njëri tjetrin, ju nuk e dani asë miren. Qëfar mundësie patet me zxedh një krye parlamentare grua, një krye parlamentare të fuqishme, edhe e shpërdoruat. Shama një pak. Shefen. Fantasi. Nuk e desht. Njerion e drejtësis. Njerion që i ka pri sistemit të drejtësis në krye. Po, për vetje keni. Do mundësi vinë vish një herë njët. Nuk vinë ka 2-3 herë. Nëse e keni huq, bart një pasujat. Po dikush tjetër nuk ka mundet, e përdorim një shprehje në për disa pak të fshatra qytet za. Nuk po mundet me jap gjavab që thonë, nuk po mundet me menaxhu popularitetin e tij. Mos malshani foton pa e dramatizu këtë moment, sepse po flasim për një figurë që po rritet, për Zotin, vesh pak regjia ju lutna. Zotin Faton Peci. Sheni Allah, 20 vet për e nali njeri në rrugë, tu i thonë, mos të dorë, za pec, vesh për para pec, gjdo herë ma i furt pec, krejt dërzohen, peci fuqizohet, peci nuk lëshon pe, bile, keni, një moment në një, pra po thëmë në një prisionës, po më imi majtë mena, vlo, shumë,
Mrana jave më të mojt 3 seanca për çka mu betu deputet. Në një prej seancave diçka kur o votu ky raporti i Korumit, se çaje bllokoi në fillim. Kur o votu raporti i Korumit edhe i verifikimit mandateve, u çu pecin kom, thaj ke diçka. E vërtet ke dikush prej opozitës i ke u çu peci. Respekt për pecin, peci po del tjetë një figurë kështu jashtëzakonisht interesuar s'di pse se bujnë për president, sepse të gjithë let grumbulluan, let unifikuan rreth pecit. A din, ne jena popull që do me kuptu që disa figura vinë njëherë në 100 vjetë. Peci o njona për tyne. Pra, djanini kimetin, djanini vlerën pecit. Peci është joni. Joni është peci. I së cilit prej neve. Prandaj, respekt për figurën e ndritur të pecit, respekt edhe për ata që i thojnë pecit, pec mos u dorëzo mos u nal. Respekt për pecin. Po, respekt edhe për Sali Berishën. Një zotëri tjetër në Shqipni. Për ndryshe në Shqipni zgjedhjet janë interesant, nuk në haron me full shumë. Zgjedhjet atje janë interesant për te 2 kombove të mëdha politike. PS-ja edhe PD-ja me një 25-6 parti sa i ka bo bashkë aty, që i kam lidh. I kemi edhe këto 3 forcat të reja politika, Gron Shehajn me mundësin, Shqipëria bëd me Adriatik Lapajn, edhe këtë lëvizjen bashk me Arlin Qorin, që një forcë politike e majt, do t'jetë gare interesante edhe pse nga që po flas me atje, disi nuk pritet me po shumë lëkundje të elektoratit, po nuk po du me e hi shumë politikas për Kosovë, për Shqipni, se jena lodh, në ka lodh kësan, po du të flas pak për një video, që ke video në cilën kam që i shkrit javën, në më thona, vesh dhe gjajeni pak. Do të ngrenë tavanin e biznesit, tavanin e taksës e të rëshës edhe të tatim fitimit. O grupi e biznesit, tavanin e taksës e të rëshës. Dhe më thonë, i polke për qëmimin tavan, do të vendosim të këtë tavan për taksën, për tatimin, ja e qërë këtë tavanin, të menu që mos po të me arzu tavanin. Po interesant, Berisha, fantastik, so ka hek dur, do më thonë, po getë kë edhe 150 vjetë me jetu, të e festu ditlindje në 151, kë prap ka më këshyrë më bo kreminister. Po shko mër njëri në shpe, po shko mër se i ke bo vjetë, shko re me njipa, me mbesa, po qaj ka lyp ma vëllo, po leja mër e trive, leja rinis në dur, po qa mere shumër ti, po qfarinije qëndeshme, qfarinije progresive, ka Shqipnia, o vëllo, ja ki po hatin në TikTok, po leja mër e vëllo trive, le ta marrin në dur, po leja mër e nejse, zgjedhjet janë interesant, si të që tjetë pavarësisht kush kandidon, e kush s'kandidon, është interesant se si të proces zgjedhor, një vetë jam pak një farë manjako i zgjedhjeve, i ndjeku si të mas këto të rajonit, e sot e kom thirë një person që është emër i zgjedhjeve. Me zgjedhjen në Kosovë, ajo lidhet se 11 vjetë e ka drejtu KQZ-n. S'kena me folë shumë për zgjedhje, as për politik, as për blokada, as për kur gja. E është një refem pak ma personal, me mu sonde në pjesën e dytë, do t'jetë zonja Valdete Daka, nuk e keni po në media tash sa ku, ajo ka marrë pak me një refem ma ndryshe, në majta së djatës në pjesën e dytë, edhe një refem interesant, për ndryshe zonja Valdete Daka është një prej figurave cilën personalisht e respektoj jashtëzakonisht shumë, një prej grave që është e jashtëzakonshme në çdo drejtim, do të thonë ka qenë me integritet të plot, ka tregu profesionalizëm të papar, ka tregu dignitet të jashtëzakonshëm në kohën sa ka udhëheq për 11 vite institucionin e KQZ-s. Prandaj jam shumë i lumtur që do të zhvillojmë bisedë në pjesën e dytë, do ta kem në karikën
përballë, por paraprakisht si zakonisht do ta kemi një blok publicitar, por para se me dalë të ky bloku publicitar, po du me përshëndet sponsorin tem, kulminantin e një orë. Qëto? Respekt. Edhe nuk di pse dula, vëlla, me qëtë setër, se pak po më lodhin qëto setra, vëlla. Nuk jam broni setra, besosh kjo pun për mu që ka thona jena Madame Pireva. Nejse, shkoj me publicitet, kthejem vesh pas pak me zonën Daka. Rikthehemi me pjesën e dytë dhe është kënaqësia e jashtëzakonshme që në studio përballë meje e kam një emër që është emër i veçantë në jetën publike. Është një grua që është shembull i punës në institucionet publike. Me mua është Valdete Daka. Mirë se ke ardhur. Ka një kohë që s'kena po në televizion. Megjithatë ke qenë prej emrave më të përmendur kohëve të fundit, paka shumë si një kongë që është më shumë vërejt mungesa jam se prezenca jote. Emri yt ka qenë në këtë formë, të paktën muajve të fundit. Po, është e vërtet. Kohët e fundit, jashtëzakonisht shumë është përmend emri im. Shpresoj për të mirë, sepse e dini se kanë qenë zgjedhjet dhe deshte zgjedhjet gjithmonë lidhen me emrin tim, ndoshta për shkak se një kohë gjatë kam qenë në krye të institucionit. Jo, është një dekadë e një vit, po më duket, 11 vjet. 11 vite. A mendon që emrin tuaj në publik e kanë nxjerrë më shumë ti KQZ-ja, edhe ajo pengon kur, si më thon, emri yt vazhdon më ndërlidh me KQZ-n, apo e merr si privilegj në kuptimin që mbahesh mend për diçka të mirë aty? Po jo, natyrisht që është mirë kur e ndëgjon emrin tënd, ka qenë kënaqësi se në shumicën e rasteve emri është përmend për të mirë, edhe njerëzit më kanë përgëzuar për punën që e kam bërë. E vërtet, domethënë, është interesant kur në një proces gjator dikush tjetër i fiton zgjedhjet, emri dikujt tjetër përmendet më shumë se sa ati që i fiton zgjedhjet. Sidoqoftë për politik, besoj nuk kena me folë shumë sot, për shkak se jemi interesuar edhe për shkak të formës që ka misioni me diskutu për ato pjesë që ndoshta si ka po publiku të zënja Daka. Më është me na kallëzu si është ndërtuar karriera jote, prej kur fillon, çka bën Valdete Daka sot, se shumë njerëz e mendojnë kur dikush largohet prej një pozicioni, mendojnë që jeta e tij përfundon edhe nuk ka çka bën ai njeri, po ti e ke një aktivitet goxha të kamashëm në fushën e drejtësisë. Po, është e vërtet, fatbarësisht që jeta ime as nuk ka filluar, as nuk ka mbaruar me KQZ-n, jeta ime profesionale, unë pra jam gjyqtare, të jetën kam qenë gjyqtare, edhe në atë periudhën kur kam qenë kryetare KQZ-s, unë kam qenë gjyqtare Gjykatës Supreme të Kosovës dhe kam ushtruar funksion vazhdimisht, pra pavarësisht punës në KQZ, unë i kam pas lanet e mia, i kam kry çështjet e mia penale dhe vazhdoj me punu. Më thonë, unë ende jam gjyqtare e Gjykatës Supreme dhe do të jem deri në vitin ardhshëm. Qysh është, domethënë, vitin ardhshëm pensionohesh? Po. Është herët me ta uru, po si të që tjetë rëndësishme është që bash mend për punën që e ke bo, sado që drejtësia shpeshherë sulmohet në kuptimin e interferimit të politikës, edhe pse të na duren zemër, të na veç parashikimi i motit, veç kur del mendim Rogova në televizion edhe të jap motin, veç atëherë nuk flitet për politikë edhe nuk akuzohet që ka ndërhy politika.
Po, në matë, për pjesë tjera është pak e pritshme, po ç'është puna në drejtësi, ç'është mu përball me shumë sulme që vinë prej anëve të ndryshme? Po, kryesisht në gjyqësor gjithmonë është një palë që është e pakënaqur. Domethënë gjithmonë në çështje civile janë ata që humbin kontestin, ata janë të pakënaqur, e sulmojnë kryesisht gjykatën, edhe në çështjet penale, ai që dënohet shpallet fajtor, e sulmon gjykatën, e sulmon kundërshtarët, dëmtumt, gjithmonë ka dikush që është i pakënaqur. Kur nuk mundesh me gjetë dy palë në gjykatë që dalin të lumtur nga gjykata. Prandaj edhe gjithmonë ekziston dikush apo fajtori i cili gjithmonë është aty dhe i cili duhet sulmohet. Mirë po, fatkeqësisht gjyqësori i Kosovës është sulmuar edhe jo vetëm nga palët, po edhe nga politika. Sidomos nga politika. Sidomos nga politika, është sulmuar nga media, të është sulmu nga publiku, nga gjithkush, pak a shumë. Kur po thu që një palë është gjithë e pakënaqur që kënë besoj ka ndodhur në KQZ. Ai shke vështirë me menaxhu, sidomos kur janë shpallë rezultatet, me menaxhu këta përfaqësues e partive që i kanë humbë zgjedhjet. Edhe pse aty durën zemër edhe qëto se për këto kam shumë interes. Se aty është një njeri që është i pakënaqur edhe kur i hup edhe i fiton zgjedhjet, Sami Kurteshi. Ai është gjithë, ai po më duket ka lindi i pakënaqur. Po. Ai është gjithë i pakënaqur, dëgjosh. Nuk po mendoj që ai vërtet edhe ndasma. Nuk e di, nuk e kam pa ndasma. Mirë po, në KQZ ka bërtit shumë. Edhe ka qenë gjithë i pakënaqur dhe natyrisht që edhe në KQZ ka palë të pakënaqura, ka subjekte politike të cilat e humbin zgjedhjet, subjekte që nuk janë të lumtura me rezultate dhe janë të pakënaqur. Mirë po, kryesisht rezultatet janë certifikuar pa ndonjë problem të madh dhe pa telashe. Vazhdimisht i kemi certifikuar, s'kemi pas ndonjë konflikt kështu. Ka pas edhe konflikte verbale edhe përballje të ndryshme, mirë po megjithatë në fund është arrit një konsenzus dhe zakonisht i kemi certifikuar pa ndonjë problem. Nëse e fillum këtë punën në KQZ me komendu me pak humor, një e vërtet që është që publiku edhe mundet mos me ditë emri juaj edhe i KQZ-s, për kuën sa e keni udhëheq, është përfull deri në organizatat më të rëndësishme ndërkombëtare, propër nga nivelli, integriteti, profesionalizmi, edhe jo rastisht Kosova është marrë shembull edhe në vendet të rajonit për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Ç'është është kjo ndjesi? Po ka qenë kënaqësi, sepse nga një institucion themi i dështuar, është ngrit në një institucion i cili ka qenë me kredibilitet, i një institucion i cili ka qenë storje suksesi dhe i cili është përmend për punën të cilën e ka bërë. Pra KQZ-ja është marrë si shembull edhe në rajon, ka shumë shtete përreth të cilat na kanë përgëzuar, na kanë ftuar besa me marrë përvojën tonë. Tash sfundi kam qenë me një konferencë në një takim ku jam ftuar si ish kryetare e KQZ-s për të treguar për eksperiencën kosovare. Domethënë jam ftuar për të mirë, për të treguar se si Kosova, një shtet i dal nga lufta, ka arrit që të organizojë zgjedhje dhe sistemi i zgjedhjeve të mirët si shembull në një shtet këtu në regjion, pra në Malin e Zi. Di që ju s'keni fol shumë për këtë punë dhe nuk preferoni në basas me komentu shumë, po unë mund ta them këtë prej këndit një qytetarin rrallë, por para se me qenë gazetar, pse një histori e tillë dhe suksesi duhet mund ndërprej me një moment. Pse duhet mu shkarku Valdetit Daka, ku në raportet progresit, në krejt organizatët ndërkombëtare që e kanë monitoru këtë proces, është thonë që kjo gru është shumë me integritet plot,
është shumë profesioniste edhe ja ka jap të mbarën që ti institucioni. Pse do të me hek Valdete Tokën? Pse jemi kash pasionant mi pengu punët e mira? Nuk e di përbes, ndoshta duhet me pyet ato që e ka shkarku Valdete Tokën, pse, edhe pse duhet mundru ekipi i cili fiton. Po, këto nuk e kuptoj. Nuk e kom kuptu ason e kur, po me gjithate, Kosova është vendi çudinave, Kosovë gjithë shka mundet me ndodhë, kështu që edhe një ekip që fiton, në këtë rast KQZ-ja ka qenë fituse, është ndryshu. Unë s'kom pas rast me pyetjen e Osmani, se zakonisht pjo ikëm këta media. Osmani dhe Kurti nuk janë si palët e tjera, po, a e ka taku ti të paktën ndonjëherë? Jo. Nuk ju ka ra me u po ndonjëherë? Jo, as që kam dëshirë me pa. Po, është legjitim. Po mendoj me taku, se me pa e shop, po me taku. Po, si do që tjetë, tash na le që patëm probleme zgjidhje, se unë pe thëmë shpesh këto, Gjermania i mojt i zgjidhet mas neve, i numëroj votat, e bo një qeverin, na u blokumë edhe në seansa, hajde, zgjedhjet, pse krejt të blokada? Tash, Kosova është vendi çuditërave dhe ndodhin edhe sendet cilat nuk ndodhin kërkond. Ndoshta. Do më thonë, do mi jep kuptim kësaj shpreje sui generis, që na kanë thonë kështu, kur e kemi kriju shtetin. Si duket po na pëlqen edhe po na pëlqen me qenë sui generis. Po dojmë ju përmbajt. Qa për në Valdete Toka për të jetës profesionale? Kom dëgju që je fonse e madhe e serialeve. E filmave në përgjithësi. Filma në përgjithësi, po. Përgjithësi e seriale, filma, po. Qëfar filma ma shumë? Po ma shumë kom qef drama dhe kom qef filmat që bazohen në ngjarje të vërteta. Pra jo ato fantastike, jo fantashkenca, jo, po ngjarje të vërteta, të cilat pastaj vihen në ekran, dhe ato romane të cilet ekranizohen. Ndë më thonë, a shef seriale, filma që kanë kështu përmbajtje pak politike që lidhen me drejtsin, me politikën përgjithësi, me edhe a e ke gjithë një që i përshtatët Kosovës? Jo, vështirë është me gjithë. Pse, po thu, nuk ka pasë regjisor që ka mujt me marë si model. Po më duket që ende nuk ka linda i regjisori cili ka me bo një film për me ja përngjava një ngjarje së Kosovës, është e vështirë, kur e vështirë. Prej librave, thatë që lexoni romane, a ke autor të preferuar, cilët janë, si me thonë, autor që i lexoni vazhdimisht, përveç Kadarej, se Kadarin po më duket e lexojnë krejt, kush në jetë publike e përmendin Kadarin. Unë e kom lexuar mati kur kam qenë shumë e re, Kadarin, normal tash ka edhe libra të ri, po kryesisht ato librat e parë kanë qenë për mu, personalisht kanë qenë më të mirë dhe më interesant të Kadares, ndërkaq tash kohët e fundit kom lexuar shumë letërsi spanjolle, shumë interesante, mu ka duk, dhe kohët e fundit tash kom lexoj gjithfarë shkrimtar, nuk kam ndonjë shkrimtar kështu të cilin vetëm ata e lexoj, po e lexoj për shembull një seri të një shkrimtari, pastaj vazhdoj me tjera, kështu që lloj-lloj, përveç librave filozofik, cilët nuk kam shumë. Nuk kam shumë nerva me i lexu. Po më duket që njerëzit me lexu ma pak filozofi, se kur po lexojnë filozofi, masin po i komplikojnë punët, paktën kështu, po më duket na ka dalë në disa raste kështu. Po më duket që i kemi mjaft komplikume edhe pa libra filozofik. Po, i shkon desh me gjithë qelsa që zgjidhen probleme, zgjidhen situata, e jo mekanizma. E kemi jetën bollë të komplikume. A ngon muzik? Po, ngoj muzik shumë. A je fonse e kësaj muzikës që është ma komerciale, a kine i zhanër saktum, ku je ma shumë të muzika vendosur, ma gjithë shka? Muzika është edhe në momentet si e ndin veten, apo në çfarë atmosfere je, do më thënë, në qofse je ndarë, ki qef me ndëgju muzikë popullore, në qofse je në koncert, natyrisht ki qef me ndëgju edhe muzikë
serioze dhe gjitha, varësisht nga momenti, nga emocioni, mirë po s'ka muzikë të keqe, ka çdo zhanër e ka atë bukurinë e vet, po unë kryesisht ndëgjoj muzikë zbavit, kështu pak ma të lehtë, ma e këndshme për vesh. Se nuk e di, a e ke përcjell në Shqipni kohëve të fundit, domethënë jo kohëve të fundit, realisht u bën disa javë tash, kryeministri Rama dhe Lulzim Basha e rikthyn edhe një herë në skenë Unikatilin, saksisht do këngë më të vjetra të Unikatilit. Po, me do disa që i bëshin me një tjetrin. Prandaj thash, a ki këngëtar caktum ose band caktum që e ki për ma përqefi? Dëgjoj, lloj muzike. Tash ndoshta na i kemi pak edhe ato bendet më të vjetra, ato të 80-tave, 70-tave, po, gjithsesi ato tash nuk dia janë shumë në mod, po kanë qenë dikur Pink Floyd, ato kanë qenë muzike jashtëzakonshme dhe e papërsëritshme, mirë po është pak e vështirë me i ndëgju çdo ditë, ato ndëgjohen kështu rrallë për mall, ndërkaq kështu çdo ditë ndëgjoj muzikë edhe të lehtë dhe të këndshme për vesh. Thash, jeta është bollë e komplikuar, kështu që duhet pak me gjetë relaks, sa më shumë relaks. Jo me Preardhë jeni prej Mitrovicës. Jeni e martuar në Prizren. Po. Jetoni në Prishtinë, po më duket ki diçka që ju lidh edhe me Gjakovën. Po nana është gjysmë e Gjakovës, gjysmë e Korçës. Do të thonë ti po dashka me ngu edhe serenata? Po, i ndëgjoj edhe serenata. E pas ke obligim kështu prej Preardhjes pak. Po, e kam obligim. Që jom nga gjithandej. Cilit venja ke marrë ma shumë tiparit kështu? Ose çka njesh ma shumë? E cilit ven njesh ma shumë? Mas shumë të ndihna Prishtinës, të thonë drejtë. Pjesën më të madhe të jetës e kom kalu në Prishtinë. Fëminin, rinin, studimet, gjitha i kom kalu në Prishtinë, pastaj një pjesë bukur të mirë të jetës e kom kalu në Prizren, ku kom jetu dikon rreth 26 vite. Atje kom kalu ndoshta edhe atë pjesën më të bukur të jetës, ku jom bërë nanë për herë të parë, ku janë rritë fëmijët, ku e kam kalu atë pjesën thash të fëminisë tyre. Pastaj jemi kthy përsëri në Prishtinë, ku e kam vazhdu këtë jetën, pjesën tjetër, këtë pjesën publike që tashmë të gjithë e dinë. Fëmijëve, a ja u ke nxit pak këtë profesionin e juristës, a kanë marrë rrugë tjera? Jo, kanë marrë rrugë komplet tjera, dhe më thonë nuk kanë qenë të interesuar askush edhe nuk kam dashur me ja imponu. Ç'është është momentalisht, sepse kur ke fëmijë, fillon me po edhe vendin tënd pak më ndryshe. Ç'është është vendin për fëmijët e tu, për rinin, për të ardhmen? Domthon, a është të jap diçka në formë të shpresës rinis ky vend? Po tash, me thonë drejtën, unë djali madh me një farë mënyre ka ik nga Kosova, jo ka ik, ka shku legalisht mirë, po jeton puna në Gjermani dhe ka qenë për mu bukur e vështirë me pranu atë fakt dhe me u pajtu me faktin që fëmiu jemi parë jeton dhe punon në Gjermani bashkë me familjen e tij dhe i cili nuk shpreh më dëshirë me u kthy në Kosovë. Ka gjetë veten atje, punon, ka krijuar familjen dhe është për mua është dhimbje sepse ti e lind, e rrit një fëmijë dhe mandej e ke larg. E ke larg, pavarësisht që Gjermania nuk është shumë larg, po megjithatë është larg sepse atë moment kur duhet nuk e ke aty. Dhe është keqardhje që pjesa vitale e një shteti ik, domethënë ikin rinia. Pleq të mbesin, sepse na jemi pleq, dhe na mbesim këtu, sepse nuk i duhemi më as Gjermanisë, as kërkujt,
ndërkaq pjesa vitale, rinia, është ajo që po e lën vendin dhe po ikën vazhdimisht shohim çdo ditë s'ka pothuajse familje që nuk e ka dikën jashtë. Po, këtë isha duke thënë që as nuk je prindi vetëm, as nuk je familjari vetëm që i ka ndodhur kjo realisht është vështirë me gjetë një që nuk e ka dikon jashtë, sot në ditët e sotme, po du me kalu në një segment tjetër të jetës këtu, sepse Kosova shpesh portretizohet si një vend i vështirë, sidomos për gratë. Domthon, gruaja në skenën publike, në jetën publike, vazhdimisht e ka një pozicion më të vështirë se burri. E këtë konsideroj që shpesh e hasi më shumë kur dikush e udhëheq një institucion. A e përballë ti me këtë në karrierën tënde? A je dikush që t'u ka desh me thy më shumë tabu, apo e ke pas një rrugtim që nuk i ke vrejt shumë base këto tabut? Po, fillimisht si gjyqtare ka qenë bukur e vështirë. Si gjyqtare e re ka qenë e vështirë me u përballë me burrat të cilët kanë qenë shumicë e madhe në institucion, ndërkaq në KQZ kam qenë kryetare e 10 burrave. Po. Vazhdimisht, vohon dikur ka ardhur një përfaqësuese e një subjekti që ka qenë femër, dhe vazhdimisht kam pas në institucion vetëm meshkuj. Nuk ka qenë bukur e lehtë, sepse është vështirë që burrat me pranu që i udhëheq një femën, një gru, e sidomos kur kemi të bëjmë me çështje aq të rëndësishme sikur që janë zgjedhjet, kur vendoset për fatin e një shteti, dhe ka qenë bukur e vështirë për ta me u përballë, po megjithatë ja kemi dalë. A mendon që ka shumë gra që e ndjekin pak shembullin tënd, që si më thon emri i tyre im bivendoset një institucioni apo një fushveprimtari të caktuar, po flas për në Kosovë, që mbetet gjatë si emër? Po jo edhe aq shumë. Fatkeqësisht tash kemi pak gra në krye të institucioneve, duke mos e përfshi presidencën, shumë pak ka. Që s'ka mbetë edhe pak kohë. Po. Me gjas ka me shkarku Albini edhe ato. Nuk e di. Qashtu po thojnë, tash, qa po t'je? Mbetet një mister. Po, mbetet një mister. Si shumë sende në Kosovë. Si duket ky, sepse tash edhe në Kosovë, dore në zemrën bo disa rryma feministe, ndonëse se nuk janë mbase përfaqësuese të grupeve shumë të mëdha, po a mendon që kauzat për forcimin e pozicionit të gruas në Kosovë përfaqësohen në mënyrë dinjitoze, në mënyrë të dur, thënë më mirë? Po tash ka shumë OJQ të cilat e kanë si qëllim forcimin e pozitës së gruas. Megjithatë mendoj që vetëm me punën, edhe pse kanë bërë një punë jashtëzakonshme, kanë punu shumë, kanë promovu forcimin dhe ngritjen e pozitës së gruas në Kosovë. Megjithatë me këtë duhet mirret vetë shteti apo institucionet shtetërore më shumë, edhe duhet ato t'i kushtojnë më shumë rëndësi. Një çështje që është bëhe mirë në Kosovë, ajo është që është kvota sa i përket parlamentit, dhe e cila ka kry atë funksionin e vetë, dhe tashmë në parlament kemi gratë të cilat vinë me votën e vetë, jo nëpërmjet kvotës, sepse fillimisht ka pas një numër shumë i vogël i grave të cilat kanë hyrë në parlament nëpërmjet të votës, tjerat kanë ardhur forcërisht me kvotë, me fuqinë e kvotës, ndërsa tashmë ajo është, ai tabu është hjek dhe gratë votohen, gratë hyjnë në parlament
edhe me votën e tyne dhe ato gra në parlament janë shumë të zëshme dhe kanë tregu që një grua mundet edhe ka që ka me dhënë edhe për vendin e vetë. Po, adhone jam fan si madh i kvotës, edhe pse ka tash që i përmenem rrymat feministës, ka disa që janë kunder, po unë mendoj që si mekanizëm që ka qenë prej kohësh, jo në rastin e grave, në rastin e minoriteteve, mendoj që ka qenë i domosdoshëm, edhe mendoj që ka ndihmu pozicionin e grus. Po në ato vende ku nuk mundet kështu natyrisht, në mënyrë natyrore kjo me u vendos atëherë duhet nëpërmjet mekanizmave mbrojtës, them, edhe në rastin konkret në Kosovë ka pas sukses dhe mirët si shembull, edhe në regjion, mirët si shembull se si kvota është një mekanizëm i cili ka ndihmu dhe i cili ka vu në pak, ka qit në pak një numër të madh të grave, të cilat është pas se kanë mundësi të bëjnë politikë bërje, kanë mundësi të japin diçka dhe të tregojnë se nuk janë vetëm për punë të shtëpisë, po janë të mira edhe në politikë, edhe në sfera tjera të jetës. Sigurisht tash mbas është heret me secila gru që arrin, jo vetëm gru, po edhe burrat, po flasim për gratë, për ndryshe je gruaja e parë në podcast po më nej për këtë sezon, dhe jo rastisht je përgjithë si emër, po sigurisht me punën që e keni bo edhe tash në base, po sidomos pas disa viteve do të merresh një model ose do të jesh një model për një vajzë të re. Shpresoj. A ke pas te model, jo gjithsesi nga jeta publike, po a ke pas një gru që të ka inspiru në rrugtimin tënë profesional, në përgjithësi, jo vetëm në këtë KQZ-s? Në KQZ nuk ka pas gra, me sa më jo, shumë pak, ndërka që në gjyqësor në Kosovë pak ka pas gra, të cilat kanë qenë, ashtu të them, pozita shumë të nalta, dhe të cilat pas punës të cilave ti ke mujt me vendos pastaj mu bo gjyqtare, kanë qenë gishta, ke mujt me i numru sa gra kanë qenë në gjykatën supreme atëherë, ka qenë ndjera Nekibe Kelmendi, e cila ka qenë një juriste dhe ka qenë ministre e drejtësisë një kohë gjatë, dhe e cila ka lanë kështu gjurmë në më të mëdhaja, pastaj ka edhe femra tjera, të cilat tash më kujtohet ka qenë edhe Lirie Binishi si një prej gjyqtareve të vjetra në gjykatën supreme. Pra pak ka pas, mirë po puna e gjyqtarit ka qenë punë e burrave, gjithmonë. Si shumë punë tjera. Si shumë punë tjera, dhe nuk është që kemi pas kështu ndoj idol sa i përket gjyqësorit, po me kohë tashmo është bërë rutinë, tashmo besoj që dikun rreth gjysma e gjyqtarëve të Kosovës janë gra. Që është lajm i mirë. Që është lajm i mirë. Uroj që t'jetë kështu në të ardhmen edhe sidomos në parlament, ju ikë që ty në blokadave. Nuk e di. A keni me mujt me ikë? Qësh është ndjenja tash krejt të zhvillime, kur ke qenë, sepse ti edhe se ti kryesues i një institucioni, qësh është KQZ-ja, jeni emrat më të përfullur edhe pse s'kandidoni në zgjedhje, po qësh është ndjenja tash krejt të zhvillime që derivojnë për një procesi të zgjedhjet, mi po për i televizionit, ndërkohë që para do kohë nuk tu kanal telefoni, sigurisht as tash s'nalet. Jo s'm kanal as tash. Po mi po për i televizionit. Domthon, është një farë çlirimi tash kur e kryen një punë dhe e din që po, është çlirim, nuk është ai stresi, domethënë në ditën e zgjedhjeve unë kam qenë shumë e qetë dhe e kam përcjell krejt nëpërmjet televizioneve, po gjithsesi ndjen ashtu një, them, nostalgji, edhe ndjen gjithmonë mbetet një lidhje
e jotja shpirtërore e me gjithë këto procese, edhe mendon se qysh I kisha bone, qysh e kisha bo këta, qysh ka kisha thonë, gjithmonë viheshëm në atë pozitë. Se ndoshta edhe pse është hala shumë herët nga largimi. Atë kanë lyp kështu këshilla edhe pas e ke kry mandatin? Kanë lyp kështu sporadikisht ka pas, po në përgjithësi jo. Atë ka befasur rezultati zgjedhje? Se tash besoj jeni në një pozicion që... Jo, tash muj me folë si qytetar. Po, si qytetar? Jo shumë. E ke prit paka shumë kështu? Paka shumë aty. Aty prognozat kanë qenë paka shumë. I pa të vo do prognoza para prakesh kështu, I pa të mbo realisht një grup shokësh, e ko gjatë para për te e kom pas, për që ata të pyta, po... Edhe unë. Atë kanë ndodhë me të befasu gjatë kohë sa ke punu në këtë zënë, në naj proces? Po, ka pas edhe befasi, edhe pse paka shumë... Jenë ditë paka shumë. Gjithmonë dihet. Do shta I rezultati I 2021-ës ka qenë... Qaj ka qenë ma befasusi? Ma befasusi sa I përket... Përqindjes së fitusit, se për ndryshe fitusi nuk ka pas më dysh. Jo, nuk ka qenë I diskutushëm, mirë, po përqindja ndoshta ka qenë befasishme. Nëse tu kishja mundësia me jap vish një mesazh skenës publike, po kërë thëmë publike, në këtë rast kam skenës politike, cili kish me qenë mesazhi, sepse jemi edhe në fund? Mesazhi kish me qenë që mbi të gjitha është Kosova. Të më thonë, me këtë fjali, a mendon që në një farë mënyre, sa do pak këtë mesazh e kanë parasysh tash për tash? Jo. Mendoj që interesat personale, interesat partijake, cilat do qofshin janë mbi të gjitha, dërsa duhet me qenë kundërta. Mbi të gjitha është vendi yt, ajo është Kosova. Pajtuam edhe kisha desh me mbyll me këtë mesazh, nikosisht duke të falenderu shumë që pas një kohë gatë jashtë medjave e ke gjetë vullnetin që me ardhë këto. Jam shumë I lumtur edhe falenderus. Faleminderit edhe për ftesën. Edhe uroj që modeli yt mu ndjek jo vetëm nga gratë, po edhe nga burra që I udhëheqin institucionet. Shpresoj që kemi me po ma shpesh modelet e tilla. Faleminderit. Shikues të nderuar, ne me kaq po e mbyllim Majtas së Djathtas për sonte. Ne ju falenderojmë që qëndroni me ne dhe bashkë shihemi të hënën tjetër.